rreth 50 hektar tokë që dikur janë kultivuar me grur, janë shtruar çakull dhe gur. Makineritë e rënda sheshojnë gjithë sipërfaqen, duke përgatitur terrenin për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Në qershor të vitit 2025, qeveria shqiptare miratoi projektin e kompanisë Albania Solar Power për ndërtimin e një parku fotovoltaik në fshatin Boçov të Levanit, të qytetit të Fierit, me një afat 49 vjeçar. Por, ndërsa makineritë e rënda kanë nisur punë, banorët e fshatit kanë muaj që protestojnë ndaj punimeve që po kryhen. Ata pretendojnë se parku po ndërtohet në pronën e tyre. Bëhet fjalë për 14 familje që dikur u internuan aty gjatë regjimit komunist, toka e të cilëve po u rrëmbehet për shkak të zhvillimit të projektit fotovoltaik. Banorët kanë jetuar në Levan mbi 30 vite, duke kultivuar tokën dhe duke e përdorur si burimin e vetëm ekonomik. Lavdosh Hoxha, një 72 vjeçar, tregon se tokën e ka përfituar në bazë të ligjit, ditë të cilën ai e mban mend me detaje. Ne këtu kemi ardhur në viti 94. Dhe me një vendim të posaçëm të Këshillit Ministrave, vendosin të gjitha ata njerëz që kanë lëviz në rrethet tjera të largëta, t'i kompensonin me tokë, sepse kishte tokë në dispozicion të njësisë këtu. Na ferm u kthie njësia komunë e Levanit që mulon dhe këtë zonë, ku kemi marrë në tokën. Dhe na njoftua, krijuan ish komisionin e ndarjes tokët, erdhë të gjithë individët që kishte lajmëruar dhe ndan tokën. Këto parcela që shikoni ju sot. Banorët disponojnë aktin e marrjes së tokës të vitit 1993-94, listat e përfituesve të tokës, librin e ngastrave dhe vërtetimet e Këshillit të Qarkut Fier, që i njohin si pronar të ligjshëm. Gjithashtu, ata janë taksa pagues të rregullt për dekada. Në ai vit, sipas mundësive të gjithë personel, dikush që punon vetë, e mill misër, e mill grur, e mill hasën, dikush e u dha këtyre të fshatit këtu me kira, biles edhe me akte notariale. Subjekti Albania Solar Power, në nxotrimin e Angel Agalliut, është regjistruar me një kapital prej vetëm 100.000 lekësh dhe nuk ka asnjë bilanc të publikuar në qendrën kombëtare të biznesit. Banorët shprehen se pas kësaj kompanie fshihet kompania Salillari dhe këto hije dyshimi thellohen nga fakti se në tokën ku po ndërtohet parku fotovoltaik ndodhen mjetet e punës dhe punonjës të veshur në logon e Salillarit. Ndërkohë që banorët që shfrytëzonin, punonin dhe pagonin taksat shtetërore për tokën që nga viti 1997 nuk pajiseshin dot me certifikat pronësie, kompania Bervi Construction mori regjistrimin e kontratës së shitblerjes së tokës më 3 prill 2024, vetëm një muaj pasi nënshkroi kontratën e shitblerjes më 1 mars të 2024-s. Bëhet fjalë për tokën me të njëjtin numër pasurie, 611, hektarët e së cilës ndaheshin në mënyrë të barabartë mes asaj që zotërohej nga Bashkia e Fierit dhe asaj që ishte në pronësi të 14 familjeve të Levanit, por që në certifikatën e pronësisë të nxjerrë vetëm një vit më parë, këto hektar rezultojnë në emër të kompanisë Bervi Construction. Agjencia e Kadastrës së Fierit nuk ju përgjigj pyetjeve mbi mos regjistrimin e pasurisë së banorëve, ndërsa Bashkia e Qytetit tha për shteg përgjigje jo shpjeguese mbi konfliktin që ka përfshirë banorët e fshatit dhe kompanisë, me të cilën qeveria shqiptare ka miratuar projektin fotovoltaik. Banorët tregojnë se me njëherë pas vendimit të kryeministrit Rama, makineritë e rënda të kompanisë ndërtuese u dukën në fshat. Jem këtu disa çuna që ngul piketa, anse rrugës. I pjem qa po bëni këtu? Jo ne thanë, bëjmë një rrugë. Për komunitetin këtu s'kemi fare punë me tokat. Nuk bëjmë asnjë ndërtim, asnjë, dakor. Do bëjmë gjatën, thanë, kanalet, të i pastrojmë, dakor. Kur pas një muaj e ca, filluan makinat e mëdha, filluan skrepat,
u fun këtej në këtë zonë, në tokë. Tani na gushti e tu, filluan punimet, si që shikoni, kanë shtruar gjithë, i kanë mushur kanalet vaditës, dhe këtë tokën e këtij Sandrit e kanë mushur me gur, kanë filluar bjen materiale, të bëjnë magazina, dhe thonë nuk u njohën fare juve si pronar, sepse neve ne ka dhënë shteti. Përveç shqetërsimit të pronësisë, nga ballafaqimi i dokumenteve të banorëve dhe certifikatës së kompanisë Bervi, duket se është ndryshuar dhe lloji i kualifikimit të tokës, nga tokë bujqësore, ku fermerët kanë kultivuar grure të mbjella dhe kanë ushqyer baktit, në tokë pa frut. Banorët tregojnë se janë përpjekur t'i ndalojnë punimet, por janë ndeshur me pengesë nga ana e policisë. Madje, një syresh si Sandri Mujo, në tokën e të cilit janë bërë dhe punimet më të mëdha, kanë përfunduar edhe në komisariatin policor të zonës. Nga fundi shtatorit neve tokat i punojmë dhe i bëjmë gati për t'i mbjellë grur për sezonin e dimrit. Marrë zetoristin dhe njoftojnë telefon që shkoma punon tokën, sepse po vjen kohë e grurit. Sa po rje me zetoristin, më vjen fugoni policisë. Ndalon aty, vjen ai shefi fugonit, më thërret dhe më thot, ka mundësi minut? Po, i themon. Kush jeni juve? Jam Sandër Muja. Çfarë po bëni këtu? Po punoj tokën. Kush e ka fut zetorin? Më thot, e kam futur unë, i them. Tokën time. Keni letra? Ja paraqisni. Thot, ka ardhur një kompani Bevi Konstruksion të ka bërë një kallëzim që po i dhunon pronën dhe do vish pak në Firt në komisariat. Shkoj në polici, ku ai një kompani Bevi Konstruksion më kishte bërë kallëzim sikur unë i dhunoj pronën atij që unë kam 30 vjet që e disponoj, e punoj, jam taksa pagues prej 2003-shit deri në 2025. Dhe sot që unë e kam paguar taksat, s'kam paguar taksat, të hedhin gurat, kam paguar taksat ta mbjell grur. Banorët, në tokën e të cilëve po zhvillohet projekti, thonë se kompania zhvilluese ka bërë edhe tentativa për blerjen e tokës së tyre, por sigurisht me një çmim shumë më të lirë se tregu. Pretendonte ja ka bler një tjetri, nuk më tregonte emër, nuk më tregonte si e ka bler, kush e ka bler, edhe unë e kam bler, më thoshte, dhe kur më tha mua më jep një çmim për tokën, dhe mos më jep çmim të shtrenjtë, tha se unë e kam bler një herë. I thash ti mund ta blesh 10 herë, po jo tokën time, sepse kjo më përket neve. Në Levan të Fierit, përgjegjëse për situatën e krijuar është jo vetëm kompania, por edhe Bashkia e Fierit, e cila ka vjelur taksat e banorëve për vite me radhë deri më sot. Po ashtu, edhe Drejtoria Vendore e Kadastrës së Fierit, e cila deri më tani ka injoruar çdo kërkesë të 14 familjeve për të bërë inspektimet e nevojshme. Deri më tani, kërkesat e tyre janë injoruar jo vetëm nga institucionet përgjegjëse, por edhe ato ligjzbatuese. Kemi shkuar në polici, kemi shkuar në prokurori, kemi bërë kallëzim të Shqipëria që duam, kemi shkuar te portali Shqipëria që duam, kemi drejtuar letër drejtorisë përgjithshme të hipotekave, qendrores, jo të Fierit, kjo që na ka nxjerr pa pronë neve. Se drejtoria e Fierit na ka nxjerr neve nga pa pronë, nga lista. Nuk kemi besim te drejtoria e Fierit, e hipotekës. Jemi drejtuar drejtorisë qendrore, që të vitë të verifikoj në vend si ka bërë një mbivendosje mbi pronën tonë. Jemi drejtuar Ministrisë të Bujqësisë me kërkesë, ku të gjithë ne familjarë që kemi pronat tona këtu të vitë ta verifikojnë dhe të shikojnë problematikën tonë, sepse ne jemi taksapagues, kemi një akt marrje tokës pronësi, kemi formular. Banorët i bëjnë apel institucioneve të zgjidhin konfliktin mes tyre dhe kompanisë ndërtuese. Ato thonë se pavarësisht pengesave që hasin çdo ditë, janë të vendosur për të kërkuar drejtësi deri në fund për të mbrojtur tokën e tyre.